Cili është qëllimi kryesor I prerjes së kurbanit? Qëllimi e thirrjes së kurbanit është afrimi te madhi I Allah. Është devotshmëria, mu ngrit mu afro te Allah Azza wa Jall. E devotshmëria është synim I çdo muslimani, me qenë sa më I devotshëm, me qenë sa më takwa. Kjo për faktin se thirrja e kurbanit është adhurim ibadet. Allahu ka urdhëruar në Kur'an. Dhe pejgamberi alayhis salam ka urdhëruar mesin edhe ka praktikuar në praktik. Kështu që ne me thirrjen e kurbanit e kryejm një urdhër të Allahut, një urdhër të pejgamberit alayhis salatu wassalam. Edhe kryerja jon e urdhrave të Allahut, kryerja jon e urdhrave të pejgamberit alayhis salatu wassalam e çurës në vend të porosiut të tij është adhurim ibadet. Ne me adhurim dhe me ibadet ngrihemi te Zoti dhe arrim shkallën e devotshmërisë. E Allahu i madhëruar këtë synon prej nesh që ne si musliman të arrim gradën e devotshmërisë të adhurojmë Allahun e madhëruar te bareke wa taala. Andaj ky është qëllimi kryesor e thirrjes së kurbanit, ngritja, ofrimi te I madhi Allah te bareke wa taala pra është adhurim pe adhurimeve, ibadet për ibadeteve. Për kë është obligim prerja e kurbanit? Thirrja e kurbanit është obligim për çdo musliman dhe muslimane, burrë gru, të cilët kanë mundësi materiale me thirr kurban. Kanë mundësi materiale, kanë të ardhura atë sa ju mjafton me thirr kurban dhe nuk mbesin keq. Nuk I lënë fëmijë uni, nuk marrin borxh, nuk kanë nevojë me huazu dikon, me lënë diçka keq në familje. Pra, ata që kanë në standard mesatar, kanë të ardhura, burri dhe gruaja e kanë obligim me prej kurbanin. Madje kurbanin mund ta kenë obligim më shumë se sa një antar familje, vetëm burri dhe gruaja. Burri si zoti I shtëpisë, nëse ai jo është I vetmi I cili punon. Po nëse punon edhe gruaja, ka të ardhurat veta, ka obligim edhe ajo. Po nëse punojnë rejat, kanë obligim edhe rejat. Po nëse punojnë djemt, kanë obligim edhe djemt. Kështu që nga një herë robi, njeriu I ka 3 djem, 3 reja, vetë dhe gruan. Tan punojnë, tan kanë të ardhura vetë ta jaket, vetat personale, të mjaftueshme, pa pas nevojë me lanë keq diçka, pa u dash me lanë keq diçka, që të gjithë ta kanë obligim me thirr nga një kurban. Që të gjithë, sepse secili prej tyre I ka kushtet me thirr kurban, pavarësisht që jetojnë në një kulum apo në një shtëpi, pavarësisht. Të gjithë e kanë këtë obligim me thirr kurban. A pranohet kurbani nëse thirret para namazit të Bajramit? Koha e thirrjes së kurbanit fillon më një herë pas hyrjes së namazit të sabahut, ditën e kurbanit. Por, për ata të cilët e kanë obligim me fal namazin, namazin e Bajramit, ata nuk bën ta thirrin kurbanin para se me fal namazin e Bajramit. Kështu që duhet ta falin namazin e Bajramit e pastaj ta thirrin kurbanin. Ndërsa nëse ndonjë person nuk e ka obligim me fal namazin e Bajramit për x arsye, qoftë se është I smuar, qoftë se është në një distancë, qoftë mund të jetë edhe në udhtim, qoftë se është në ndonjë distancë diku larg xhamive, jeton diku në Shkretetir, jeton diku në Malësia, jeton në Përmale, dhe larg e ka xhamiat, ai nuk e ka obligim me fal namazin e Bajramit, me shku veç nëse don vullnetar, andaj ai ka të drejtë me thirr kurbanin më një herë pasi të hyn koha e sabahut, respektivisht pasi ta fal namazin e sabahut. Përndryshe ata të cilët e falin namazin e sabahut, e që janë shumica absolute muslimanëve nuk kanë të drejtë ta thirrin kurbanin para se me fal namazin e Bajramit. Cilat janë kushtet që duhet I plotësoj kafsha e kurbanit? Për kurban lejohen shtazët e trasha dhe të imta, apo kafshat e trasha dhe të imta. Të imta janë delet dhe dhit futen në një grup, ndërsa të trasha janë loptë, devet, po edhe bollicat futen me to bashkë me lop. Tjerat, shtaz, bageti nuk lejohet, nuk pranohen për kurbanve. Kushtet të cilat duhet të plotësoj kafsha për ta thirrur për kurban apo për të qenë e vlefshëm për kurban, është kryesorja për nga mosha. Kryesorja është mosha e tyne. Pra përpas llojit që tham pak më herë, pak më lart, është kusht gjithashtu edhe mosha. Tek devet 5 vite,
që ne s'kem punë me deve këtë trojet tona, tek lëpët dhe baulicat 2 vite e më shumë, lopa nuk bënim pas më pak se 2 vite, shtazet e emta Delia dhe Dhia, Dele dhe Dhit, nuk bën me qenë më të vogla se sa 1 vjet, pa 1 vjeçare e më shumë. Për jashtëm bën dashi nëse është më shumë se 6 muaj, pra më pak se 1 vjet, por më shumë se 6 muaj, ama është i rritur i zhvilluar, sa që kur të përzihet me delet e tjera dhe dësht e tjerë që janë 1 vjeçare, nuk dallohet prej tyne, po lejohet edhe kjo. Është më rëndësi edhe për nga shëndeti i saj, respektivisht mos me pas të meta ajo kafsh. Të metat kryesore të cilat e pengojnë në shtazën që të jetë kurban janë 4, mbani mend. Të metat kryesore të cilat e ndalojnë, e pengojnë një shtazë që të jetë kurban për nga trupi i saj, jo për nga mosha, për nga trupi i sajna, të metat e sajna janë 4. E para, që mos të jetë e verbër me njërin apo me dysyt. E dyta, mos të jetë që çalan, s'mundet me hec, çalan, nuk mundet me hec. Kjo nuk mundet me hec, ndoshta hec me vështirësi, por nuk mundet me shku mbas tjerave shtazë bakti, nuk mundet, kanë thënë edhe nëse don me qu deri në vend therrje, ta za me marrë pej shtallë, se me qu në dikun ka borë atje, nuk mundet me ecë ajo, sepse ka problem të madhe në kam, edhe kjo nuk bën. 2. Në 3, mos me qenë e sëmurë shtaza, smundje cila mund t'ja helmoj mishin. Dhe e meta e 4, mos me qenë e dopt, e lodht, e pamish, s'ka mish, veç eshnat. Kur ta shahësh e vren se ja numëron brit, krejt ja numëron brit. I duken krejt eshtrat. Kjo nuk bën për kurban nga se s'pa afrën të Allahu kur gjoti. Do të me hungër fukarat meshe. Çka po hajnë këtu? Kur gjë veç eshtrat. Pra, 4 meta kryesore mbani mend, nuk bën me pas një shtazë. Një prej tyre nëse ka, ajo del pej listës dhe nuk bën tjetë kurban. Mos jetë e verbër me njërin apo dysyt, mos jetë që çalan, nuk mundet me hec apo me zër, se mira shtage me dhunë, ndoshta 200 rata hec, por nuk mundet me hec, apo jes tepër me vështirësi. Në 3 mos me qenë e sëmur, dhe në 4 mos me qenë e lodht, e pa mish fare, s'ka mish, ka veç eshna. Të metat e tjera janë sekundare. Këto 4 meta janë konsensus mes 4 medhhebeve, sepse ka ardhur hadithi për këto të 4. Ndërsa të metat e tjera, jo bishtin mos me pas shkurtuar, jo me bën me pas një pjesë, s'bën me pas më shumë se gjysën, jo brinin mos me pas më shumë se gjysën të prem, nëse ka më pak bën, nëse ka më shumë nuk bën, po ashtu edhe veshjen. Këto janë të meta të cilat fukahat, juristët islam mes 4 medhhebeve kanë divergjenca mes tyne. Nuk janë të pajtimit të gjithë në një mendim, nuk janë të një mendimi. Ndërsa për këto 4 meta që i ceka me lartë janë të një mendimi, andaj këto fokusoheni. Të tjerat mund të tolerohen herë. A lejohet shitja e mishit të kurbanit? Shitja e kurbanit nga pronari që ka thirr kurbanin është haram e ndaluar rreptësisht. Në asnjë rrethon nuk lejohet, sepse kjo është me mënu me bëhile Allahut Azza wa Jall. Ka për prej kurbanin për Allah, e ka për e shes në mirë që me hamar paret. Kjo nuk lejohet, ashtu sikurse që nuk lejohet që lëkurën mja dhanë kasapit, apo ati që thirë shtazën, si kompenzim për thirën e shtazës. Në asë një rrethon nuk lejohet, pejgamberi ka ndaluar Aliut radiallahu anhu, është hadithi qartë për këtë. Nuk lejohet, por lejohet që kasapit, ta quajmë ashtu, ati që thirë shtazën, lejohet mja dhanë në emën të sadakasë, por jo kompenzim për thirrën e shtazës. Kjo se përket këtina që e thirr shtazën, ndërsa ati që jep mishin e shtazës, jep kurbanin, tash fukarave, jep kurbanin, atyne nevojtarve, që ja ke dhënë kurbanin të për me hongër, ata tash kanë të drejtë me shit. Pse? Sepse janë pronar me të drejta të plota ndaj asaj pasionie.
nga se është rregulli i përgjithshëm kur diçka i fal dikujt, jep sadak, jep përçef, ja fal ose jep sadak dikujt diçka, ja fal kirrin, ja fal mishin, qoftë kurbanit, qoftë ja dha zakatin, ja dha për shembull në lop jep dikush zakat, ka lep kallabllak jep zakat, ka dikush atë kallabllak tesha jep zakat, tesha, ka dikush kallabllak artikuj ushqimor, jep zakat artikut ushqimor. Tash ti ne bëhen shumë ato, apo nuk i duhen, ka nevojë për parë, ka nevojë për diçka tjetër, ka të drejtë me shit. Pse? Sepse është bërë pronë e tina, dhe kjo është pronarja e atij malli. Në momentin që bëhet pronarja e atij malli, ka të drejtë me bë me ta çka të don. Ndërsa ti i cili thirr kurbanin, nuk ke të drejtë ti me shit mishin e kurbanit. E ke obligim me shkep ose me hangar. A mund të bëhet një kurban për të gjithë familjen? Një kurban mund të bëhet për gjithë familjen nëse ti si zoti i shtëpisë e ke obligim për vete, ndërsa antarët e tjerë të familjes nuk e kanë obligim nga se nuk kanë të ardhura personale të vetat, por je ti kujdestar familjar që investon të këta. Në këtë rast lejohet një kurban, qoftë edhe dele, qoftë pra kurban shtazë e imt, me prep për vete dhe bën jetë për familjen tonë e krejt i fut këto. Ndërsa, nëse antarët e familjes e kanë obligim me prej kurbanin, pra kanë të ardhura personale të vetat, atëra ata që kanë të ardhura personale nuk e të drejti me i fut në kurban, do të prej edhe ata kurban për vete, por të tjerë që nuk kanë të ardhura personale mundesh me fut në kurban. Për shembull, i ke 3 djem, 2 prej tyre punojnë, kanë të ardhurat personale, ti për tas mundesh për kurbanin, sepse të prej tash 3 ti për veti, edhe 2 djem për veti bëjnë 3, ndërsa një fëmijë apo 2 kitë të tjerë, të cilët nuk kanë të ardhura personale, apo janë të vegjël, mundesh me fut ata në kurbanin tën, po edhe gruan se s'ka të ardhur mundesh me fut kurbanin tën. Tani, sa veta mujnë me marr pjesë në një kurban, mujnë me marr pjesë në një kurban deri në 7 veta, secili veç e ka obligim. Kur ka obligim secili veç. Kjo është pyetje tjetër tash. Kur e kanë obligim, jemi 3 shok, 4 shok, 5 shok, vllazën, ti familjarë të tjerë, a bën ne me prej një kurban të madh, sa i prejna 3, 4, 5, të vegjël ka një. Po bën. Deri në 7 veta bën me marr pjesë në një kurban, ama me kush me qenë kurbani për shtazëve të mëdha. Për shtazëve të mëdha, lëbëve, deveve apo bollicave. Bën deri në 7 me kusht që të gjithë me pas qëllimin, është një kusht tjetër këtu, të gjithë me pas qëllimin për kurban, jo ndo kush prej tyre për mish, por të gjithë me pas qëllim për kurban. Çfarë duhet të thotë muslimani gjatë thërjes së kurbanit? Muslimani kur ta thirr kurbanin është në fakt është urdhër që thot bismillahi Allahu akbar, përpos nëse harron. Bismillahi Allahu akbar. Bismillah, Allahu Akbar, edhe me bën jetë për vete dhe për familje tënde, me bën jetë për Allahun edhe për thirrë kurbanin, për Allahun azza wa jall, natyrisht për shpirtin, po edhe nëse fut familjen, edhe për familjarët e mi. E pastaj ka rregulla tjera të cilat ato janë nën këtë rregull, nën këtë obligim apo nën këtë kusht, si fjala vije me mreh briskun mire, me kthi shtazën pe kiblese, me momentin që thirr shtazën mja zgjidh kam mënyrë që me mujt me lëviz me dha shpirtin me lehtë shtazë, mos me fillu me rjep shtazën derisa të del shpirti, mos m'ja kaput kryt krejt, mos m'ja ngul thikën në mrena në fëtë që vrojnë disa njerëz, apo dikush e më rrethën qafën, këto janë ngarkesën gjëna se ngarkan hayvanin, jap shpirt me vështirësi e kështu me radhë. A lejohet marrja e borxhit për të prerë kurban? Lejohet, por nuk obligim. Sigurisht edhe në adhurime tjera, për shembull, a lejohet me marr njeriu borxh për me shku në haxh? Lejohet, por nuk e ka borxh haxhin. Ama nëse kryen, i pranohet haxhi ka kry borxhin. Edhe këto, nëse për momentin nuk e ka kushte, sepse nga një njeriu të vështirësohen rrethanat ashtu i vinë dhe nuk gjen para për momentin me prej kurban, ai ka boll, po tani s'ka. Dhe ka ku me rëhua, po lejohet, por me kusht që mja këthy pastaj me pas mundësi, apo me qenë këj sigurt me emër të Allah që ja këthen kurbanin, që ja këthen parat, e jo me thonë t'ja marrë tani mo kur t'mjap zotit t'i jepi ty ose kur heq, nuk bën ashtu. Po në parim lejohet. A lejohet që kurbani të theret në një shtet tjetër? Po, pa asnjë problem. Nuk është me rëndësi ku theret kurbani, a theret në vendin tënd, anë vendet e huja, anë skajt dynjas, ku do qoftë, sigurisht se në vendin tënë se ka fukara, kanë përparësi.
Nëse nuk ka fukara vendit tënë, do të me kërku vendet e tjera, sepse fundja këtë muslimanët kanë hise, jena vëllezër dhe kanë hise të barabart, apo kanë hise në njëri kanë obligimin ndaj njëri tjetrit dhe kanë hise në pasurinë njëri tjetrit. Kështu që ne qysh lejohet me çu zakatin apo me marrë zakatin nëse jena fukara, nëse vendi jonë është fukara, apo ka fukara me marrë zakatin aty në që japin nga vendet e huaja, po ashtu na lejohet me çu zakatin vendet e huaja, po ashtu na lejohet me marrë kurbanin që është thirrë vendeve të huaja tek ne nëse ne kemi fukara dhe na çojnë kurbanat neve, po ashtu edhe ne nëse dojna me thirr dikun s'kem fukara, lejohet pa asnjë problem. A përfiton i vdekuri nga kurbani që bëhet për të? Kjo meselë lidhet me atë se a është e preferuar apo e lejuar me thirr kurban për të vdekur. Është e vërtetë që shumica e kanë lejuar, por e kanë lejuar me thirr kurban, jo të gjithë, sepse ata që kanë lejuar kanë thonë sadaka për gjithshme, sadakë dhe ne kemi të drejtë me dhënë sadakë për të vdekur. Nëse kemi të drejtë me dhënë për sadakë të vdekur, para e me dhënë për të vdekur ushqim, me dhënë për të vdekur intesha, veshmbathje, gjësa të tjera, pse s'kem të drejtë na me thirrë një kurban në emër të sadakas për të vdekur, sahi, që ashtu është. Por ata që kanë ndaluar, kanë thonë se Ibn Taymija dhe të tjerë, edhe disa ulema të hershëm, kanë thonë se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk ka thirrur vetëm për të vdekur. Nuk ka thirrur vetëm për të vdekur kurban, o ju njerëz. Ati ka vdekur, sot ta thërmi ka vdekur sa kanë qenë vetë gjallë. Ka vdek Hatijje, ka vdek disa vlad krejt për pas Fatime, se ka vdek disa me gjallar që ka pas në rrugë të Zotit, si Hamzën e të tjere, por nuk është transmetuar se ka thirrur kurban për ta. Andaj, nëse veç thirr dikush kurban për ta, nuk mund t'u andalojmë njerëzve, nuk mund t'u andalojmë, por më mirë se Ibn Taymija dhe ndoshta disa ulema të tjerë, jo Ibn Taymija, disa ulema të tjerë të vëndshëm, më mirë ndoshta mendimi jam është ashtu që me hullës është me dhanë sadaka për të vdekur, se sa me prej kurbani. Fundja kurbani jep sadaka, por jep sadaka për arsye se e ikë divergjencave apo mos pajtimeve të fuqahave, jep sadaka dhe përfiton i vdekur. Përndryshe, edhe për kurbanit përfiton me emrin e Allahut Azza wa Jall, sepse për çdo sadakaje që jepet me niyet për hir të Allahut, për shpirt të vdekurit, përfiton inshallah taala. Pse Ibrahimi është simboli sakrificës në Kurban Bayram? Po, vërtet ashtu thuhet se Ibrahimi është simbol i sakrificës. Në fakt, Ibrahimi është më i veçantë përndryshe të gjithë pejgamberët e Allahut Azza wa Jall kanë bërë vepra madhështore, por Ibrahimi është veçuar me shumë çka, ndër gjërat të cilat është veçuar Ibrahimi alayhi salam, është edhe nga dëshmëria e tij me sakrifiku birin e tij, të cilin ja fali Allahu mas 80 e sa viteve. Mas 80 e sa viteve, thot atë 3, thot atë 2, thot atë më vonë, thot 100. Ndryshe, pra ja fali Allahu në krejt në pleqëri, e vladin, të cilin e lypi heret, por Allah i përgjigj, kur e plak, për urtësi që Zoti dim, dhe pastaj Allahu e spravoi me atë djalë, dhe i tha, po pretendon se e don Allahun, ti ma forse çdo gjë po, atëherë therrë djalin kurban. Dhe Ibrahimi tha birit vet, o bir, mu Allah më ka urdhëruar me të therr kurban. Çka po thonë bab? Biri tha bab, çaj urdhërin tënd, se të gjithëni inshallah me në sabirin, kemë më gjetë mua prej dërimtarëve. Të njëjtën gjë dhe tha edhe Haxheria, e nana Ismailit, tha nëse Allah të ka urdhëruar, kryej mesele. Kështu që ky kanë gjendje me sakrifiku birin e vet. Dhe e bëri, për Zotë Sela. Për atë e mor birin e vetë, e qenë min atje, o bogati, mori briskun e ira, por nuk e prej o briski. Sepse Allahu nuk deshe të thirret njeriu, por deshe që ta spravoj njeriu në është i gatshëm me dhonë, me dhonë më të shtrajtën për Allahun. Dhe Ibrahimi bëri. Pra, që në gjendje me sakrifiku birin e vetë, pa një pa dy, pa o hezituar, pa o kujtu dy herë. E Allahu tha, o fedejnahu bidhibhin adhim, dhe një kompenzuam me një dash të madhë. Dhe pe aty të filloj, tani thirrja kurbanave, tjetë për Allahun nëmën të sakrificës, e që është nëmën të afrimit të Zoti madhruar, më afru të Allahu. Andaj me plot të drejtë, Ibrahimi konsiderohet
burri më i madh i pari i cili ka sakrifikuar për Allahun e madhëruar. Alayhi salam. A mund të bëj kurban ai që nuk fal namaz? Po, mund të bëj kurban ai që nuk fal namaz, sepse nëse një vetën që është musliman, apo flasë për musliman. Por sa i kryp punë, sa nuk i kryp punë, kurbani, janë çështje tjera këto krejt. Janë çështje tjera se cila veç. Gjithsesi namazi është shtylla kryesore, farzi kryesor është parësor është. Sepse kjo atë që i bie sikur se një njeri nuk ka xhiruton Ramazanin, e pastaj shkon e fal Bajramin, e bën Bajram, i fton njerëz për Bajram, shtron sofra për Bajram, i gëzon familjen për Bajram, tash njerëz më ndalën ti. Sepse Bajrami është gëzim, ky peshërëzën atë gëzim, po e shijen atë gëzim, ani po shijen atë gëzim, po merr pjesë bashkë musliman të gëzim, sa i po merr pjesë bashkë musliman të gëzim. Por sa i krymë punë, sa nuk i krymë punë këtij Bajrami, që nuk ka gjëroj një muj ditë, as ditë hiç, le ta sheh kur del para Zotit ditë kiametit, le ta sheh kë, edhe ka me pa. Sepse nuk kanë rregull ajo punë, nuk kanë rregull hiç. Nuk kanë rregull muslimanë mos me agjëru Ramazanin e me thon për festë Bajramin, por më ndalu Zoti mos e dhash. Sikur sa ai që shkon një herë në Bajramin fal në xhami, që do më ndalu njeriu. Ose ai shkon e fal një herë në xhaman, do më ndalu njeriu, nuk bën ajo punë, nuk ka hije në muslimanëve. As në rregull ajo punë. Po ati një thënë o zotni, ti han buk në herë në gjëma, a han buk për ditë. A han buk Bajram, a han buk të për ditë. O njeri, Allahun dhe të madhëru për çdo ditë. Pra kurban është ibadet. Dërë me sakrifiku për Allah, sakrifikon. Sigur sadakatul fitri atje, sigur zeqati atje. E jep për Allah, e jep Zoti ja pranu, ne lutëm ja pranu. Në këtë anë punë ti ka keq. Cili është dallimi me sadakas dhe kurbanit? Sadaka është emën i gjanë, çdo gjë me çka afrohet robi te Allahu, jashtë farzave sadaka. Ndërsa kurban është obligim, është për kufizim i veçantë i shtazës së caktuar në kohë të caktuar. Në kohë të caktuar. Me qëllim të caktuar, e që është me afru të Zot. Pavarësisht ta han ti apo shahan. Shtazë caktuar, në kohë të caktuar, me qëllim të caktuar. E qëllimi çka është me afru Zotit kurban, sepse Allahu ka urdhëruar me thirr kurban gjatë këtyre ditëve që janë ditët e Bajramit. Ndërsa sadakaja, më është me ble mish, me shkep mish, më është me marr me prinaj masanej ndonjë lopa, s'kemi me qytë kurban, se kurban mo, por me prish shtazë, me shkep njerëzve, ose me dha pare, ose. Sadaka është emën i gjan, lëmosh është emën i gjan. Ndërsa kurbani është shtaza e veçantë, e cila thirret me kushte të veçanta, në kohë të veçantë, me qëllim të veçantë. Çfarë shpërblimi ka prerja e kurbanit tek Allahu? Ka shpërblim shumë të madh, sepse çka në hadith pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ende para gjakit në tokë, më rrin te Allahu sevapi, edhe se shtaza vjen ditën e gjykimit me thundrat e saj, me leshen e saj dhe dëshmon për Allahu te bareke ve taala. Pra është ofrim i madh, është ofrim shumë i madh i madh i Allah te bareke ve taala. Ka sevap të madh. Thuaj ndryshe, nuk ka punë që fiton më shumë sevap për robin, punë më të hajrit e më të mirë që mund ta bëj ditën e Kurban Bajramit, edhe gjatë ditëve të Kurbanit, Bajramit, më shumë se sa therrjen apo më të mirë se sa therrjen e Kurbanit. A mund të bëhet një kurban për të gjithë familjen? Një kurban mund të bëhet për gjithë familjen nëse ti si zoti i shtëpisë e ke obligim për vete, ndërsa antarët e tjerë të familjes nuk e kanë obligim, nga se nuk kanë të ardhura personale të vetat, por je ti kujdestar familjar që investon të këta. Në këtë rast lejohet një kurban, qoftë edhe dele, qoftë pra kurban shtazë e imt, me prep për vete dhe bën jetë për familjen tonë krejt i fut këto. Ndërsa, nëse antarët e familjes e kanë obligim me prej kurbanin, pra kanë të ardhura personale të vetat, atëra ata që kanë të ardhura personale nuk e të drejti me i fut në kurban, do të me prej edhe të kurban për vete, por të tjere që nuk kanë të ardhura personale, mundesh me fut në kurban. Për shembull, i ke 3 djem, 2 prej tyre punojnë, kanë të ardhurat personale, ti për tas mundesh me prej kurbanin, sepse të prej tash 3, ti për vete, edhe 2 djem për vete bëjnë 3, ndërsa një fëmijë apo 2 kitë të tjerë të cilët nuk kanë të ardhura personale, apo janë të vegjël, mundesh me fut ata në kurbanin tënë, po edhe grunës e s'ka të ardhur mundesh me fut kurbanin tënë. Tani, sa veta mujnë me marr pjesë në një kurban, mujnë me marr pjesë në një kurban deri në 7 veta, secili veç e ka obligim. Kur e ka obligim, secili veç. Kjo është pyetje tjetër tash. Kur e kanë obligim,
jemi 3 shok, 4 shok, 5 shok, vllazën, të familjarët të tjerë, a bën ne me prej një kurban të madh, sa i prejna 3, 4, 5, 2 gjerë ka një. Po bën. Deri në 7 veta, bën me marrë pjesë një kurban, ama me kush me qenë kurbani për shtazëve të mëdha. Për shtazëve të mëdha, lëbëve, deveve apo bollicave. Bën deri në 7, me kush që të gjithë me pas qëllimin, është një kusht tjetër këtu, të gjithë me pas qëllimin për kurban, jo ndo kush për tyne për mesh, por të gjithë me pas qëllim për kurban. A është më i vlefshëm kurbani i shtrenjtë apo sinqeriteti? Sinqeritetin apo njetin e mirë, njetin e shëndosh, nuk e kompenzon asgjë. Asgjë nuk e kompenzon. Njeriu ka njerëz që i të cilët japin miliardat, jo miliona, miliarda ndoshta japin, por se kanë jetën për Allah. Ju kryen punë diçka? Asgjë. Asgjë. Ndërsa tjetër atje e japin gjithçka fshatë të bukës, në gjithë hurme, por e kanë jetën e mirë, e shpërblen Allah për te. Kështu që tek ne, njeti është diçka i veçantë, ku nuk bën prekimin te, është tepër i ndihshëm, edhe është kusht thelbësor për të pranuar amele dhe vepra. Zatën, kushte për të pranuar amelet, veprat tona janë 2, veprat e njerëzve. Me qenë për hir të Allahut pran jeti, për hir të Zotit, edhe në 2, me qenë vepra simbas asaj që ka urdhëruar apo vepruar pejgamberi alayhis salam, për me qenë legjitime. Me qenë legjitime dhe me bë për hir të Allahut azza wa jall. Kështu që robi atë sa ka e therr, atë sa ka pren, për bën për Allah. Çfarë shpërblimi ka prerja e kurbanit tek Allahu? Ka shpërblim shumë të madh, sepse çka në hadith pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ende para gjakit në tokë, mrin te Allahu sevapi, edhe se shtaza vjen ditën e gjykimit me thundrat e sajna, me leshen e sajna dhe dëshmon për Allahu te bareke ve taala. Pra është ofrim i madh, është ofrim shumë i madh i madh i Allah te bareke ve taala. Ka sevap të madh. Thuaj ndryshe, nuk ka punë që fiton më shumë sevap për robin, punë më të hajrit e më të mirë që mund ta bëj ditën e Kurban Bayramit, edhe gjatë ditëve të Kurbanit, Bayramit, më shumë se sa therrjen apo më të mirë se sa therrjen e Kurbanit.